Allah është të leftë hoqë, e inshallah kështu vazhdu me pyetje që na kanë ardhur. Një vëllai ka dërguar një pyetje ku thotë: "Hoqë nderuar, kam parë në ëndër duke bërë tavaf rreth Çabës. Çfarë kuptimi ka kjo ëndër? Allahu të shpërbleft." Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuptimi I parë është kuptimi real. Inshallah, kjo do të thonë se kemi bërë umre ose kemi bërë hax. Që e bën tavafin real që ashtu qysh e ke bën. Një kuptim tjetër gjithmonë ka kuptimet pozitive, është se e kryen një prej veprave të cilat janë të mira të pëlqyera te Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se tavafi si dhe rreth Çabës është ibadet, edhe është nder për një musliman me shkuar mosile rreth Çabës. Domethënë në të gjitha rrethonat ose ke bën veprime të mira ose ke më bën veprime të mira me të cilat Allahu subhanahu wa taala është I kënaqur, ose kuptimi moral është inshallah kemë shkuar në umre ose në hax inshallah.